shtet i cili është ndërtu me sakrificë të lartë nga cili do qytetari i vendit, po mbi gjitha nga ata që vërtet janë në altarin e lirisë, nga familjet e tyre, nga njerëz që kanë dhënë më të shtrejtën jetën. Po megjithatë Valentina, ju që të kemi të qartë këtë kornizë, me Haradinaj në krye të qeverisë, vendosja është e pranueshme, mirë po AK-ja nuk është fort e pëlqimit që tjetë pjesë e vendosjes me kurti në qeveri. Dhe njerë, po ta udhëheq qeverinë, zoti Haradinaj, unë mendoj cili do subjekt politik, në fundit nuk do duhet kishte në këtë vend, vijat kuqe për këtë qoftë. Ky është mendimi im personal. E qartë. Pra që asë për lëvizjen dhe vendosjen, në momentin që po flasim, nuk ka... Me udhëheqjen e zotit Haradinaj në krytë qeverisë, unë mendoj që nuk do të duhet e ishte. Vetëm në këtë mënyrë do të pranojmë bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje ashtu me sa po arri të kuptoj. Megjithatë, kjo nuk ekziston për partitë e tjera, për PDK-n, për Nisman, në rast sepse ka pasur një krisje të raporteve dhe me Nisman. Do të në rast se dhe kalon pragu Nisma, sepse ka qenë edhe vetë lideri i Nismas që tha se në rast se AK-ja dhe Nisma nuk futen në kuvend, atëherë lëvizja vetëvendosje do të marrë më shumë se 50%. Megjithatë si qëndrojnë raportet me Nisman? Ne sot nuk e kemi fare temë dhe nuk është që diskutohet as në takimet tona individuale si kandidat për deputet me qytetar, pra po ecim tutje duke bashkë bisedu me qytetar, duke ndëgju hallet e tyre, duke ndëgju mendimet e tyre për një jetë më të mirë dhe duke elaboru në detaje programin që ofron Aleanca. Po, zonja Agjiu, dje kishim edhe kandidatin për deputete, tashmë ish deputeten Eliza Hoxha, e cila paka shumë me kishte edhe këtë mendim që e keni ju për një qeveri të opozitës, a ju tha se të gjitha partit duhet të bashkohen për të mos lejuar dhe njerë që lëvizja vetëvendosje të ketë pushtetin. Pajtoheni me këtë, jeni ndoshta edhe në dakordime me partitë e opozitës që pas zgjedhjeve të bëhet ky bashkimi i të gjitha partive kundër një tabori tjetër? Vullneti i qytetarëve çdo ditë është që qeveria e ardhshme të jetë e udhëhequr nga opozita. Për shkak të kesh qeverisjes, 5 vjeçare, mos themi 6, që kishim, pra, ato që është pa çdo ditë, diçka që ka ndodhur në këtë vend që nuk mund të flasim për një zhvillim ekonomik, bizneset sot janë në krizë. Pra, si trajtohen bizneset sot, si trajtohen mësimdhënësit, si trajtohen cili do të institucion në këtë vend është ngulfat ndërhyrja në institucionet e drejtësisë, institucionet e pavarura asnjëherë nuk kanë qenë në kryerjen e funksionit e tyre si që janë themelu për shkak të ndërhyrjeve politike që kanë ndodhur në këtë kohë. Prandaj edhe njëherë ajo që është më e pëlqyeshme, ajo që e punohet edhe elaborohet edhe nga vetë qytetarët është qeverisja e udhëhequr nga opozita. Por unë personalisht mendoj gjithmonë aty ku është zoti Haradinaj, aty ka vullnet, ka guxim për të marrë hapa konkret të guximshëm, për shkak se neve vërtet na duhet edhe ndihma e miqve tanë ndërkombëtar, dhe nuk guxon shteti i Kosovës të jetë i bllokuar pa pas bashkëpunim qoftë me shtetet e BE-s apo me aleatin tonë strategjik amerikan. Nga diaspora në këto zgjedhje, cili është raporti me diasporën ndoshta ose komunikimet që keni me ta, sepse kam parë që partitë politike tashmë edhe kanë nisë fushatën e tyre në për qytete ndryshme evropiane, atje ku numri i diasporës është edhe më i madh. Diaspora jonë është vërtet e konsoliduar pothuajse në çdo vend ku jeton, jashtë Kosovës. Kemi struktura që punojnë çdo ditë, kemi modele më të mira të organizimeve vullnetare të bashkëdhetarëve tanë, të cilët i kanë familjet e tyre këtu, por e kanë pas një mendim në 2021, ka mjaft të tillë që kanë ndërru mendimin për shkak se kanë pa, jo vetëm kur ata vini vizitojnë këtë vend, Aleanca diasporën që e trajton, sepse e kemi një vlerë shtume të kësaj shoqërie, është ajo që ka investu dhe investon vazhdimisht në vendin tonë, në vendin e tyre, qoftë përmes familjes së ngushtë apo familjes së gjerë, por edhe ndihmën
që e kanë pas gjithmonë për proceset në për cilat ka kalu vendi jonë. Pra, aleanca gjithmonë po rritet, në çdo vend, ne kemi komunikime të shpeshta, jo se cili po e kemi mundësinë për shkak të një fushatë më shkurt që është për shkak zgjedhjeve të jashtëzakonshme, mirë po në komunikim të vazhdueshëm me struktura që janë brenda aleancës, pra kemi një rritje pothuajse në çdo vend. Prandaj diaspora jonë i mirëpresim dhe mirë se vinë në vendin e tyre, në familjet e tyre, mirë se na bashkohen për festat e fundvitit, ata vinë të mobilizuar dhe janë pjesë e jona, pra nuk ka diasporë që është një subjekti politik, ne po harrojmë, unë personalisht në 80% familjes e kam diasporë, që janë të kualifikuar, por që jetojnë e veprojnë atje. Që i bie se data e zgjedhjeve 28 dhjetori ka konvenuar të gjitha partive, jo vetëm lëvizjes vetëvendosjes, siç edhe u bë zhurmë e madhe qysh në fillim të vendosjes së datës. Ajo që ka qenë ndoshta për shkak se shumica jonë kemi menduar ndoshta të shkojmë në diasporë në kësaj radhe, të bëjmë festat atje, mirë po ata jo vetëm se janë të mirë se ardhën, po fatmirësisht që vinë jo vetëm për festa, po vinë shumë shpesh, pra i mirëpresim dhe bashkohemi bashkë për të shku të kutitë e votimit me 28-in dhe për të vendosë fatin e tyre për një qeverisje të ardhshme 4 vjeçare të udhëhequr nga zoti Haradinaj. Edhe një çështje të fundit, zonja Agjiu, ndonë se shumë e rëndësishme, mbrëm dje u dha lajmi se janë hequr masa të kujtës ndaj Kosovës, si e pat këtë? Sepse realisht është një lajm i mirë në mesin e gjitha lajmeve. Për 5 vite blokadë totale, cili është feedback